Moti I keq ka përfshirë një pjesë të madhe të Europës. Britania e Madhe dhe Franca janë përfshirë nga rreshqet e dëborës. Mbretëria e Bashkuar ka përjetuar natën më të ftohtë të dimrit, teksa temperaturat ranë disa gradë nën zero. Sipas mediave të huaja, parashikuesit e motit paralajmëruan se zonat me dëbor mund të shohin temperaturë minimale që bien deri në -12 gradë Celsius. Temperaturat ranë deri në -10.9 gradë Celsius në Shap dhe në Kumbria, çka shënonte një minimum rekord për këtë dimër deri më tani. Po ashtu, meteorologët kanë parashikuar që rreshqet e dëborës të vijojnë me intensitet teksa përzihet me shiun e breshërin. Rreshqet parashikohet të lëvizin drejt juglindjes nëpër Skoci dhe Irlandën e Veriut dhe më vonë në pjesën e Walesit dhe të Anglisë. Një stuhi dëbore mund të godasë Skocinë qendrore dhe veriore. Zonat në disa vende, veçanërisht në tokat më të larta mbi 200 metra, që rreshqet mund të shkojnë deri në 10 deri në 15 cm. Gjithashtu, moti I keq ka sjellë ndërprerje të transportit në të gjithë rajonin e Parisit, duke shkaktuar më shumë se 1000 km bllokim trafiku në kulmin e tyre, sipas shërbimit të trafikut si Detain, ndërkohë që regjistruan 5 viktima në disa zona të Francës. Shoferët edhe përreth Parisit, ku dimrat zakonisht janë të butë dhe shumica automjeteve nuk janë të pajisur me goma dimrore, ju nënshtruan kufizimeve më të rrepta të shpejtësisë. Sipas një urdhri nga prefektura e policisë së Parisit, shoferët duhet të kufizojnë shpejtësinë e tyre në 80 km/h. Kushtet e dëborës dhe akullit gjithashtu prishën trafikun në Francën veri perëndimore, duke përfshirë Normandinë dhe Bretanjën. Transporti publik në kryeqytet u prek gjithashtu. Operatori I transportit në Paris tha se shërbimet e autobusëve u pezulluan përkohësisht, ndërsa shërbimet rajonale të trenave gjithashtu kanë pësuar ndërprerje. Moti ka detyruar autoritetet të shkurtojnë edhe fluturimet në aeroportet kryesore të Parisit me 15% deri në mbrëmje, ka thënë ministri francez I transportit Philippe Tabarot. Ai gjithashtu shtoi se pistat duheshin pastruar dhe akulli I avioneve duhej shkrirë.